إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فندرimi të kon Allahut Azza wa Jall, Zotit të botëve, atë e lavdërojmë dhe falenderojmë, për ti falje dhe ndihmë kërkojmë, tek Allah subhanahu wa taala kërkojmë mbrojtje nga të këqijat e vetes sonë dhe nga pasojat e veprave tona të liga. Atë që Allah subhanahu wa taala e udhëzon në rrugën e drejtë, ai është i udhëzuari dhe vazhdoni sigurt në këtë rrugë, nga çdo devijim dhe largim. Ndërsa atë që Allah subhanahu wa taala e lën humbje me urtësinë e tij, me diturinë e tij, me drejtsinë e tij subhanahu azza wa jall, ai është i humburi, derisa të gjejë rrugën e kthimit me pendim të sinqert tek Allah subhanahu wa taala, me durim për të vazhduar në adhurimin e tij si një të vetëm dhe për t'u bindur atij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë veç Allahut azza wa jall, një i vetmi pa shoq në të gjitha aspektet. Dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është profeti i dërguari, lajmëtari i Allahut subhanahu wa taala, dërguar ndër njerëz. Ai të cilin Allahu subhanahu wa taala e dërgoi me udhëzim të qartë, që kushdo që i përmbahet, ai është i përqendruar në rrugën e drejtë. Dhe kur nuk ka për të humbur nëse i përmbahet atij udhëzimi. O vëllezërit e mi, ju këshilloj së pari veten time dhe pastaj ju për frikë të sinqertë ndaj Allahut subhanahu wa taala, për takwa, devotshmëri ndaj Allahut azza wa jall, në përmbushjen e urdhëresave, lënien e ndalesave dhe adhurimin Allahut subhanahu wa taala me mënyrën që ai e kërkoi prej nesh, sipas shpalljes që e ka zbritur me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra ju këshilloj veten time dhe ju të përmbahemi dhe të përpiqemi të bëjmë durim të arrijmë takwan, devotshmërinë, sepse ajo është furnizimi më i mirë në udhëtimin tonë drejt Allahut azza wa jall. Dhe është furnizimi më i mirë për dynjan dhe për ahiretin e robit. O vëllezërit e mi, një nga dhuntit më të mëdha, më të mrekullueshme që Allahu subhanahu wa taala mund t'i japë robit pas udhëzimit në rrugën e drejtë, është ajo që quhet el-istiqame. Pra qëndrueshmëria dhe vazhdueshmëria në këtë udhëzim dhe në këtë rrugë të drejtë. Nuk është çështja vetëm të njohësh rrugën e drejtë, por të gjesh forcën të ecësh në të. Ta jetosh jetën sipas saj, ta adhurosh Allahun subhanahu wa taala sipas këtij udhëzimi. Dhe nuk është çështja vetëm t'ia nisësh adhurimit ditën e parë, të dytë, të tretë. Çështja është të jesh i vazhdueshëm deri në vdekje. Sepse pikërisht për këta, të cilët janë të vazhdueshëm në rrugën e drejtë dhe nuk i ndahen asaj rruge që në momentin që hyjnë në të, Allahu subhanahu wa taala ka lidhur ngushtë lumturinë pikërisht me këtë veprim, pra me qëndrueshmëri në rrugën e drejtë. Këta janë ata njerëz për të cilët Allahu subhanahu wa taala na tregon që në momentin e vdekjes, pra ditën më të bukur për besimtarin, kur të largohet nga kjo dynja dhe të shkojë tek Allahu subhanahu wa taala, Allahu xhalla shanu na tregon në Kur'an dhe thot: "Innal ladhina qalu rabbuna Allahu", pra besuan Allahun, thumma istaqamu, dhe pastaj qëndruan të vazhdueshëm në këtë rrugë, derisa vdiqën atë, u zbresin melaiket, tatanazzalu alejhimul malaika, alla takhafu wa la tahzanu. Mos keni frikë dhe mos u dëshpëroni. As frikë për të ardhmen që u pret në xhenet, edhe atë që do të vinë momentin pas vdekjes, edhe as mos u bërëngosni dhe të ligështoheni për atë që lat pas në dynja. Pra, me çfarë ka lidhur Zoti subhanahu wa taala për gëzimin në ditën më të bukur të besimtarit, ditën kur largohet nga kjo dynja, edhe le pas sprovat dhe vështirësitë e saj, e ka lidhur pikërisht pra me besimin e sinqert dhe korrekt dhe me të qenurit i vazhdueshëm në këtë rrugë. Prandaj istiqamja, vazhdueshmëria në rrugën e Allahut subhanahu wa taala nuk është çështje e thjeshtë vëllezërit e mi. Është çështje shumë e madhe. Një prej shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam i tha një ditë të dërguarit të Allahut azza wa jall. I tha i dërguari i Allahut: "Më këshillo me diçka që pas teje të mos pyes askën tjetër." Pra një këshill, e dua një këshill speciale.
Pra që pasi të pyes të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, mos kem nevojë të pyes dikë tjetër. Të më mjaftoj për hajrin që e synon njeriu. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "Thuaj, amantu billah", besova në Allahun, thumma istaqim. Dhe pastaj përqendrohu në rrugë. I vazhdueshëm dhe mos u ndaj kësaj rruge. Kjo është këshilli i Allah, ja dha profeti sallallahu alaihi wasallam këtij burri. Pra, përqendrimi në rrugën e drejtë o vëllezër e mi nuk është çështje e thjeshtë. Aq e vështirë është të përqendruarit në rrugën e Allahut, istiqamja, sa që një ditë shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam i thanë të dërguarit të Allahut: "O dërguari i Allahut, po shikojmë që shpejt po të dalin thinjet." I kishin dalë disa thinj profetit sallallahu alaihi wasallam. E megjithatë ishin shumë pak, se në fakt profeti sallallahu alaihi wasallam kishte thinjet e tij ishin të numëruara, diçka këtu tek pjesa e mjekës së anash dhe pak tek nofulla e poshtme. Megjithatë e vuan rreth sahabët. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "Shayyabetni Hud wa akhawatuha." Më thinjin surja Hud dhe motrat e saj. Dhe shumë nga dietarët thonë çfarë, cili ishte ky ajet që vërtet profeti e kishte dert të madh. Ishte pikërisht ky ajet që thot Allahu subhanahu wa taala në surën Hud: "Fastaqim kama umirt." Përqendrohu në istiqame, ashtu siç je urdhëruar o Muhammed. Kjo siç je urdhëruar është shumë e madhe. Sepse feja Allahu subhanahu wa taala është diçka, është një sistem jete, mënyrë të jetuari. Është mënyrë se si njeriu zgjedh të jetojë jetën në lidhje me Zotin e tij, krijuesin e tij. Ka rregulla, ka urdhëresa, ndalesa, kufi. Ka gjëra që ndoshta nefsi nuk i përballon sepse është mësuar me natyrën e shoqërisë ku jeton. Shpeshherë mund bie ndesh me shumë argëtime dhe kënaqësi. Pra nuk është diçka e thjeshtë që të përqendrohesh në atë që ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Prandaj kjo kema umirt, ashtu siç je urdhëruar, përmban gjithë fen brenda. Feja Allahut nuk është me dëshirë. Atëherë kur të vjen dhe konvenon, e zbaton fen Allahut dhe që ka fe e bukur. Dhe atëherë kur bie ndesh ose ndihesh në vështirësi, atëherë largohesh dhe e lë. Merr çfarë do dhe lë çfarë do. Ja nuk është kjo feja Allahut subhanahu wa taala. Ja ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa. Ajo që keni besuar, hyni në Islam tërësisht. Wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan. Dhe mos ndiqni hapat e shejtanit. Në gjitha dhe janë të shumta aspektet që njeriu rrezikohet istiqamja e tij. Pra, ky ajet o vëllezërit e mi është një ajet madhështor shumë i rëndësishëm. Dhe kërkohet prej nesh që të jemi të përqendruar në rrugën e drejtë. Pra, Allahu subhanahu wa taala thot në këtë ajet: "Fastaqim kama umirt anta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Prandaj qëndroj patundur në rrugën e drejtë, ashtu siç je urdhëruar. Ti edhe ata që janë penduar së bashku me ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot: "Wala tatghaw", dhe mos i kalo kufit. Do të flasim mëllësisht, do thot: "Wala tatghaw". Mos merr guximin të kalosh kufi dhe të shkelësh ato që thot Allahu subhanahu wa taala. Kjo është shumë e rëndësishme në fenë Allahut. Islami nuk ka ardhur që ti përshtatesh çdo lloj shoqërie. Pra Islami nuk ka ardhur që të marr formën e çdo lloj shoqërie dhe epsheve të njerëzve. Islami ka ardhur që ta përshtas shoqërinë në atë që do Zoti subhanahu wa taala. Prandaj dhe profetët gjithmonë janë përndjekur. Edhe besimtarët janë përndjekur kur janë përballur me muslimanët. Dhe gjithmonë kërkon nga muslimanën, Islami duhet të rinovohet, duhet përshtatet. La ilaha illallah. Feja Allahu do përshtatet. Udhëzimi i Allahut do përshtatet. Vallahi njerëzit do përshtaten pas saj, nëse nuk e bëjnë të mirët ata. Pra alhamdulillah, Islami ka ardhur që njerëzit të ecin sipas saj. Fastaqim kama umirt. Wala tatghaw. Mos e kalo kufirin, mos merr guximin. Të kalosh kufirin nga ajo që thot Zoti subhanahu wa taala. Ka një Zot krijues që vendos rregullat. Dhe ai e kërkon dhe urdhëron dhe ndalon, vendos rregulla, ligje, urdhëron dhe ndalon krijesat. Krijesat e kanë detyrë të binden, të nënshtrohen, të adhurojnë ashtu si ai do dhe kënaqet. Dhe është ai që vendos shpërblimin dhe ndëshkimin. Mbase në jetën e kësaj dynjaje mund mos e shikoni qartë këtë të vërtet, por vallahi do ta merrni vesh të vërtet kur të kaloni në jetën tjetër. Momentin e vdekjes do ta merrni vesh. Se si qëndron puna. Prandaj është çështje shumë e rëndësishme vëllezërit e mi. Vëllezërit e mi, kjo është istiqamja.
Të qëndrosh i palëkundur në fenë Allahut subhanahu wa taala, në besim të drejtë dhe në bindje ndaj tij. Jo për disa ditë. Jo vetëm kur zemra është e fortë, edhe e përmban ose i përmbahet udhëzimeve dhe ndjen se ka forcë dhe vullnet, por edhe atëherë kur je i dobët. Jo vetëm kur je mes njerëzve të mirë dhe të ndihmojnë që ta adhurosh Allahun subhanahu wa taala, por edhe kur je vetëm. Edhe kur je larg. Në fakt je udhëtar drejt Allahut subhanahu wa taala. Qoftë me njerëz të mirë, qoftë kur je me iman të fortë, edhe kur je me iman të dobët, prapë udhëtar tek Allahu subhanahu wa taala po shkon. Pra duhet që ta bindesh veten tënde se atë punë që ke për ta bërë ti do ta bësh ti. Nuk e bën askush në këmbën tënde. Prandaj duhet të gjesh forcë vllai. Të gjesh forcë për të qëndruar në fenë e Allahut dhe të mbash këmbët drejt në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Dietarët shpjegojnë dhe thonë që istiqamia shoqërohet me fjalën kema umirt, sikur se thash, ashtu siç je urdhëruar. Pra istiqamia nuk ndërtohet sipas dëshirave tona. Istiqami i lavdëruar, pra qëndrueshmëria e lavdëruar, është ajo mbi atë që ka urdhëruar Allahu dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Besimtari nuk shton në fenë e Allahut dhe nuk e transformon në fenë e Zotit sipas dëshirave, por ai ndjek fenë e Allahut subhanahu wa taala ashtu sikur Zoti ka urdhëruar dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Prandaj detyra numër 1 për istiqamen është dituria korrekte dhe e saktë. Thot Zoti në Kur'an, thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith të saktë, me mënyrën e saktë që kanë sjell dietarët, kanë 1400 vjet që kanë ruajtur këtë fe Zotit subhanahu wa taala. E ka sjell të qartë, të pastër. Kjo është dituria që duhet ta marrë secili nga besimtarët. Pra dituri që e mëson cila është akidja e pastër, cilat janë adhurimet dhe detyra ndaj Zotit subhanahu wa taala, detyra ndaj njerëzve, mënyra jetese që duhet ta jetoj, si të adhuroj Allahun subhanahu wa taala, si të shkoj në xhenetet e Zotit, si të ruhem nga zjarri i xhehenemit dhe ndëshkimi i Allahut. Ti mësoj të gjitha këto i ka sqaruar Allahu subhanahu wa taala. Pra duhet njeriu të mësojë është detyrë e parë për istiqamen. Sepse istiqamia edhe një herë për qëndrimin në rrugën e drejtë bëhet ashtu sikur je urdhëruar, i tha Zoti profetit sallallahu alaihi wasallam. Istiqamia duhet disa aspekte kryesore po i përmend, nuk janë vetëm këto, janë të shumta, por ndër më kryesoret për qëndrimi dhe të qenurit i palëkundur së pari në akiden e pastër. Pra qëndrueshmëria fillon me besimin e saktë, tauhidin. Mësoje çdo të thotë ta adhurosh Zotin si një të vetëm. Dhe ta besosh Allahun si një të vetëm. Ti je muwahhid, njësuesi i Allahut subhanahu wa taala. Të shpëtohesh dhe të ruhesh nga shirku. Mëso të gjitha llojet e shirkut. Çfarë konsiderohet shirk? Për fjalëve, veprave, besimeve dhe mundohet i largohesh dhe kurrë mos ju afro asaj. Sufajtësisë, për të dukur dhe mungesës së sinqeritetit, hipokrizisë etj etj. Gjithashtu bidatet dhe devijimet. Besimtari qëndron mbi atë që ka ardhur në Kur'an dhe Sunet. Pra, nëse do të kujdesemi për istiqamen, fillimisht qëndrueshmëria në besim të pastër. Dhe kjo kërkon vazhdimisht të jesh në korrent me libra të mirë dhe të pastër. Dhe folëm para disa hutbesh rreth ruajtjes së akides dhe librave që duhet lexojë muslimani. Dhe të mësoj akiden e pastër. Dhe këto nuk lexohen një herë, por këto bën subjekt bisede vazhdimisht mes vëllezërve, duke lexove një dobi, për hapë edhe diskutoj me vëllezërit, që të gjithë mësojnë dhe tua përkujtosh vazhdimisht. Së dyti, istiqamia, pra përqëndrimi, vazhdimësia në adhurime dhe vepra të mira. Ajo shfaqet në kryerjen e urdhëresave dhe largimin nga ndalesat. Besimtari kryet kujdes për detyrimet. Nuk merr kurrë guximin të lërë në një urdhër të Allahut subhanahu wa taala me vetdije. Kjo është fjalë e madhe shumë, nuk merr guximin, Allahu musta'an. Mund të ndodhë njeriu bëhet i dobët dhe ulet besimi dhe shpeshherë bie në këtë gabim, por në fakt nëse do të jesh i vazhdueshëm, duhet të bësh pak qëndrueshmëri dhe durim në këtë rrugë. Mos merr guximin asnjëherë që të lesh urdhëresat e mëdha të Allahut subhanahu wa taala. Sidomos ato që kanë bën me adhurimet bazike, që është namazi. Namazi që është në krye të gjitha të adhurimeve, kur nuk guxon muslimani dhe muslimania të cënojë atë, të paktën jo farzet. Mbase në sunetet dhe mundet të largohet, por prapë kjo e dobëson. Pra kujdesi i vazhdueshmëria në adhurime dhe vepra të mira. Sidomos në ato adhurime bazike, madhështore, që janë shtyllat e Islamit. Falja namazit farz, agjërimi farz, zakati nëse jep atyre të pasurve, kryerja e haxhit nëse ke mundësinë. Këto janë vepra që duhet i kryej dhe ta forcojë njeriu Islamin e tij. Me këto shtyllat forta. Ke mundësi që ta bësh, bëje tani.
mos e vono. Por gjithsesi, ajo që është e domosdoshme dhe e vazhdueshme në jetën e besimtarit është agjërimi një herë në vit dhe namazet që kemi çdo ditë o vëllezër e mi. Gjithashtu, përpiqet dhe të largohet nga gjunafet, nga haramet. Pra kryerja e urdhëresave, lënia e harameve. Sidomos në kryerja të haramet, të cilat janë shkatrimtarët, që quhen profeti sallallahu alaihi wasallam el-mubiqat, ato që shkatrojnë fen dhe besimin e njeriut, të cilat kanë të bëjnë padyshim me besimin, kanë të bëjnë me jetën e njeriut, mos merr jetën pa të drejtë, dhe gjakun pa të drejtë, mos i merr nderin të tjerëve, zinaja, immoraliteti, marrëdhëniet jashtë rregullave që ka përcaktuar Zoti subhanahu wa taala, vjedhja, padrejtësia, rishfeti, fajdeja, gjithashtu ato që cënojnë mendjen e njeriut, pra konsumimi atyre lëndëve të cilat e dëmtojnë mendjen e njeriut, alkooli, pijet dehse dhe gjithçka që hyn tek ato, pra haramet e mëdha të cilat e rënojnë njeriun dhe e largojnë nga feja e Allahut subhanahu wa taala. Këto janë se s'bën, nëse do të jesh i përqendruar rrugën e Allahut subhanahu wa taala, do ta ruash veten se s'bën. Kjo varet nga ty, është detyra jote, që askush nuk e bën në emrin tënd. Gjithashtu është istiqame, që në të vazhdueshëm në moral dhe edukat. Istiqama përfshin sjelljen e mirë me njerëzit, drejtësinë, sinqeritetin, besnikërinë, ruajtjen e amanetit, mbajtjen e përgjegjësive, modestia, ruajtja e gjuhës, ruajtja e hakut të tjerëve, të jenë të tjerët të sigurt nga gjuha jote, nga dora jote, nga veprat e tua, nga mendja jote. Pra, këto janë pjesë e istiqames të domosdoshme. Nëse nuk kujdesesh për to, vëllezërit e mi, atëherë ke synuar istiqamen. Dhe Zot na ruaj, çdo thot, i paqëndrueshim rrugën e drejtë, do thot, do dalësh nga ajo rrugë. Dhe nuk je për atyre që në fundin e jetës do të vinë me lajket dhe do të përgëzojnë. Mund të jesh nga ata, Zot na ruaj, që mund të heqin në udhëtimin e tyre dhe kanë për të kaluar vështirësi. Allahu na ruaj subhanahu wa taala. Pastaj Allahu subhanahu wa taala thot: "Wala tatghaw", dhe mos kaloni kufit. E përforcon edhe një herë që duhet të qëndrosh brenda atyre kufive që thot Zoti subhanahu wa taala. Përqendrohesh fen Allahu siç ai ka urdhëruar. Mos i kalo kufit, la tatghaw. Çdo thot la tatghaw. Pra, mos merr guximin. Mos e mbivlerëso veten. Mos e mashtro veten me ëndra, me sy hapur, se do të fal Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala është i drejtë, ashtu siç është i mëshirshëm, është i drejtë. E fa naj'alu alladhina amanu wa 'amilu s-salihati kal-mufsidina fil ard. Do t'i bëjmë një lloj si ata që bën punë të mira, besuar dhe bën punë të mira, me ata që janë shkatrimtar në tokë. Am naj'alu al-muttaqina kal-fujjar. Apo do t'i bëjmë një lloj si të devotshmit dhe keqbërësit, fujjarët, ata që nuk pyesin për urdhëresat e Allahut, i shkelin ndalesat e Allahut dhe a thua se s'kan bërë asgjë. Vallahi kjo është e frikshme. Nëse mendon që sa herë që shkel urdhëresat e Allahut edhe bën ndonjë haram nga haramat e Allahut xheleshanu, nuk ka ndodhur asgjë, vallahi kjo është fatkeqësi më e madhe se sa vetë gjunafe që po bën. Pra vëllezërit e mi, mos kaloni kufrin, mos merrni guximin, thot Allahu subhanahu wa taala. Të dilni jashtë kësaj, se vallahi domethënë dalja jashtë kësaj, do thot del jashtë kujdesit të Allahut subhanahu wa taala, siç do të vinë ajetin më poshtë. Momenti që del jashtë kujdesit të Allahut subhanahu wa taala, ke hyrë në mëshirë, do thojnë za të themi, të shejtanit të mallkuar. Edhe ai s'ka mëshirë. Vallahi s'ke për të gjetur ndihmëtar nga Allahu subhanahu wa taala. Askush ka për ndihmuar nga ndëshkimi i Zotit. Laysa bi amaniikum wala amani ahli alkitab. Mos ju mashtrojnë ëndrat, sërsi as sipas ëndrave tuaja dhe as sipas ëndrave të ehli alkitabit, thot Allahu xheleshanu. Me ya'mal su'an yujza bih. Ai që bën një të keqe ka për të ndëshkuar për të. E keqja ka emra sa të duar, vëllezërit. E keqja me fjalë, e keqja me sy, e keqja me vesh, e keqja me humbjen e kohës dhe marrjen me kotësira. Edhe më keq akoma, pastaj me zullume dhe me gjunafe që ju bien në qafë të tjerëve. Pra, nuk është sipas secili do marr atë që meriton, vëllezërit e mi. Prandaj, wala tatghaw, mos i kaloni kufit, thot Allahu xheleshanu. Edhe në fund të mbyll Allahu subhanahu wa taala ajetin dhe thot innahu bima ta'maluna basir. Vërtet ai sheh gjithçka që ju veproni. Ky përfundim i ajetit, ashtu sikurse është kërcënim, është dhe përgëzim. Kërcënim për të pavëmendshmit, pakujdesshmit, të shkujdesurit, që Allahu subhanahu wa taala nuk është i pavëmendshëm, i shkujdesur dhe i pakujdesshëm në lidhje me gjunafet tuaja dhe kalimin e kufive, por është dhe përgëzim. Pra Allahu subhanahu wa taala shikon namazin tuaj, e shikon durimin,
E shikon luftën që bën me vetveten për mos u kthyer gjunafeve sa herë që pendohesh, pra luftën tënde të brendshme. E sheh kur ngrihesh në sabah, ndërkohë që kërkon akoma të flesh, dhe ngrihesh përsëri shkon dhe fal namazin në xhami. E di Allahu subhanahu wa taala kur ti largohesh nga harami, edhe pse ke mundësi ta bësh, ti largohesh për hir të Allahut, duke u përpjekur të jesh i përqendruar, pra të arrish istikamen. Shikon Allahu subhanahu wa taala gjitha përpjekjet e robit dhe shpërblen Allahu xhalesha. Ja kështu do të jetë muslimani. Jo se nuk bën gjunafe muslimani, se gjithë bën gjunafe. Edhe kjo është e sigurt dhe kështu do të ndodhë, se jemi në dynja dhe jemi të mangët dhe kjo është provë për ne. Por të shikoj tek Allahu subhanahu wa taala tek ne, që sa herë që shkelim një urdhër, ta lutim Zot, o Zot më ndihmoj që ta zbatoj këtë që lash. Ti jemi të vëmendshëm, të shkujdesur ndaj saj. Sa herë që bën një gjunaf dhe një haram, kërko falje Allahu subhanahu wa taala. Çdo sukses në këtë rrugë, pra një hap i vetëm, i arritet të kesh sukses ta pengosh veten nga harami, elhamdulillah sukses. Dhe dije se Allahu subhanahu wa taala e ka parë. Dhe Allahu shpërblen subhanahu wa taala. Prandaj kujtoj këtë ajet, inna Allaha bima ta'maluna basir. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam thotë dhe na shpjegon se vazhdimësia në punë të mira, qoftë edhe pak, është më e dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe thotë ahabba al-a'mali ila Allah subhanahu wa taala adwamuha wa in qall. Puna më e dashur tek Zoti janë ato që bëhen vazhdimisht, edhe nëse janë pak. Por padyshim nuk mund të cënojmë, themi unë do bëj vetëm kaq pak, do vetëm një sadaka në ditë dhe kaq është feja ime. Jo. Ideja është përmbushi kushtet e imanit, kushtet e islamit. Fjala bëhet për adhurime që janë mbi këto detyrime. Pra duhet njeriu të kujdeset për bazën e imanit të tij. Ndoshta nuk mund të lexosh çdo ditë shumë nga Kurani, por lexo diçka dhe mos e ndërprit. Vendos një pjesë qoftë të vogël dhe mos u ndaj asaj. Ndoshta nuk mund të falësh gjatë natës gjatë, të këndosh gjatë Kur'an. Këndo pak me sure të shkurta, po mos u ndaj atyre rekateve që i fal për Allahun gjatë natës. Përveç farzeve po flasim, farzet nuk duhet të diskutoj besimtarin dhe besimtarja. Pra, mbaje gjuhën gjithmonë duke përmendur Allahun subhanahu wa taala me dhikr, përpiqu sa më shumë. Kërko falje Allahut xhaleshanu dhe i vazhdueshëm, pra bëhet vazhdueshme këtë pjesë. Më pas Allahu subhanahu wa taala vëllezërit e mi, pasi na tregoi shkaqet e brendshme që kanë të bëjnë me vetë besimtarin dhe besimtaren, që ata duhet të marrin masat për të qenë në istikame, vijon Allahu subhanahu wa taala të na njoftojë për një rrezik shumë të madh që vjen nga jashtë tashmë, i cili e cënon istikamen për qëndrimin në rrugën e drejtë. Dhe vërtet ai është një rrezik shumë i madh. Nuk është njeriu, nuk është vendosur në një fushë me lule. Besimtari kur pranon Islamin, pra njeriu të mos mendojë se tashmë është një bash me lule dhe tani do të shkojë jeta e tij në kuptimin nuk do ketë asnjë hall, asnjë problem, asnjë përplasje, asnjë sprovë. Jo. Pikërisht momentin që ti kapesh pas Islamit, ke parasysh se do sprovohesh. Edhe kjo është e sigurt. Pra, përgatite veten në përballje me armikun e jashtëm. Pasi ke punuar me veten dhe e ke bindur veten tënde në këtë rrugë. Kush është ky armik i jashtëm? Është ata që bëjnë zullum vëllezërit e mi. Kaq për këtë pjesë të hutbes, aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyu sallallahu subhanahu wa ta'ala, wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Mos anoni, thot Allahu subhanahu wa taala, kur nga ata që bëjnë padrejtësi. Mos anoni, mos u tërhiqni drejt atyre dhe të bëni palë dhe të imitoni, të përshtateni, t'ju përngjani atyre që bëjnë zullum, ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Dhe sepse do t'ju kap zjarri, thot Allah subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Dhe kjo cënon direkt istikamen. Ti je musliman dhe muslimane, ke zgjedhur të adhurosh Allahun subhanahu wa taala si një të vetëm. Ke futur këmbët në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Siç bëri profeti sallallahu alajhi wasallam një rrugë të drejtë dhe pastaj bëri rrugë të tjera anash kësaj rruge. Dhe në krye të çdo rruge
ka nga një shejtan i cili theret për të futur në atë rrugë. Dhe sot, si gjatë gjithë historisë në fakt, sot, mbase është mundsuar më shumë këto porta, i ka çdo njeri me vete, i ka në xhep, nëpërmjet telefonit apo në shtëpi, në tryezë, nëpërmjet, domethënë televizorit apo gjithçka tjetër, prej mjeteve të komunikimit. Pra, është bërë mundur që njeriu të thithet prej këtyre rrugëve të shumta. Edhe ato i ka bërë shejtani i mallkuar, i ka bërë shumë tërheqëse, që ta marrin kohën edhe nuk e kupton fare. Kalojnë me orë të tëra, të merr jetën tënde ta merr, subhanallahu. Të merr jetën, ikën, domethënë kohë të shumta gjatë ditës dhe natës, edhe të merr forcën tënde, aftësitë tua, të lodhë dhe të shkatron. Pra e ka bërë Allahu subhanahu wa taala thot: "Wala tarkanu ila alladhina zalamu", dhe mos anoni tek ata që bëjnë zullum thot, dhe t'ju kap zjarri i xhehenemit. Edhe nuk do të keni ndihmëtar tjetër përveç Allahut. Min dunillahi min awliya. Edhe as keni për të ndihmuar nga askush tjetër që t'ju shpëtojë nga ndeshkimi i Allahut subhanahu wa taala. Pra, jetojmë në një botë të vështirë o vëllezër e mi, e cila e cënon istikamen. Edhe dije se nëse nuk e shikon këtë rrezik me sy, atëherë Allahu na ruaj. Allahu na ruaj dhe na shpëtoft. E na ndihmoft. Si ruhet istikami o vëllezër e mi? Pra kujdes nga këta të cilët të devijojnë që bëjnë zullum. Ata që bëjnë zullum vëllezër e mi cënojnë ato që përmendëm pak më sipër. Cënojnë akiden tënde, e cila është kryesorja, duke dalë me lloj-lloj rrugësh, medhebesh, fesh të reja që dalin ditë pas dite, madje edhe mes atyre që konsiderojnë veten musliman, për ato ofrojnë një tjetër islam. Një islam që se ka njohur as brezat e parë, as Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe as gjithë populli dhe ummeti islam gjatë gjithë historisë. Nuk e kanë njohur këtë lloj islami. Këta po sjellin islam të ri. Ta ndryshojnë akiden, besimin, principet kryesore të fesë, bazat e saj. Nënshmojnë adhurimet bazike të islamit, namazin, agjërimin, zakatin dhe shumë të tjera. Gjithashtu haramet i konsiderojnë se diçka që nuk është kaq e madhe sa bëhet, madje edhe përzierja me njerëzit, e rëndësishme të kesh besimin në zemër, pra lloj transformimesh i ka bërë fesë Allahu subhanahu wa taala. Pra duhet njeriu kujdes mos anoj tek këta, i ka quajtur Zoti me një emër të gjithë, ilal ladhina zalamu, zullumqarët, që cënojnë akiden, këta cënojnë adhurimet, këta cënojnë në urdhëresat e Allahut subhanahu wa taala dhe ndalesat e tij, nuk ka kufi që ka vendosur Zoti që mos i cënojnë këta të mirë. Prandaj kujdes nga këta dhe mos tërhiqesh dhe të anosh tek ata. Mos bësh palë me ta, mos u përngjasosh atyre dhe ndjekësh rrugën e tyre. Se kështu do të kap zjarri. Me njëherë pas kësaj Allahu subhanahu wa taala, pra këtij rreziku të jashtëm, dhe kjo në fakt kërkon dy gjëra të rëndësishme vëllezër e mi, që të ruhesh nga ndikimet e jashtme. Kërkon dituri të fortë, të pastër, korrekte, që vazhdimisht jesh në korrent me të, detyri të pastër nga feja e Zotit subhanahu wa taala dhe për kujtim të shpeshtë, që të ushqehesh me të, dhe këtë ta ofron Kurani, suneti i Profetit sallallahu alaihi wasallam, njerëzit e dijshëm që gjithmonë mbajnë mësime dhe i ftojnë njerëzit në besimin e pastër, leximi i vazhdueshëm në librat e akides të besimit, që njeriu gjithmonë ta ushqejë veten, dhe ana tjetër, shtimi i adhurimeve, lidhja fort me adhurime me Allahun subhanahu wa taala. Prandaj dhe më një herë në vijim Allahu subhanahu wa taala çfarë na thot? Ajeti që vjen më poshtë është ndihma më e madhe për istikamen. Dhe vjen dhe thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl, innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at, dhalika dhikra lidh-dhakirin." Fala namazin thot Allahu subhanahu wa taala në dy skajet e ditës dhe në orët e afërta të natës. Sigurisht veprat e mira i shlyejnë të këqijat. Ky është kujtim për ata që dinë të përkujtojnë dhe nxjerrin mësim nga kujtimet dhe përkujtimet e Allahut subhanahu wa taala. Namazi është nga shyllat më të mëdha të qëndrueshmërisë. Dita e besimtarit dhe nata e tij lidhet me kë, pra lidhet me Allahun subhanahu wa taala nëpërmjet namazeve. Marrëdhënia e vazhdueshme që ka robi me Allahun, e përditshme, madje e vazhdueshme gjatë ditës dhe natës është namazi. Pra Allah thot: "I rregull dhe kujdes për krye namazin", thot. Aqimus salate. Në gjithë të vaktet e ditës dhe të natës, pra falja namazit është një forcë e madhe, prandaj duhet jemi të përkujdesur që ta përkryejmë atë. Veprat e mira i shlyejnë të këqijat. Pra edhe ato që cënojnë istikamen, lënia urdhëresave, kryera harameve, me faljen e namazit,
fshihen gjunafet. Prandaj dhe Allah subhanahu wa taala çfarë thot? Kur do të fal namazin, sepse punët e mira i fshin të këqijat. Elhamdulillah, namazi bëhet shkak që edhe ato largime që nga rruga e Allahut subhanahu wa taala ti elhamdulillah i ke rregulluar tashmë dhe po i përmirëson me namazin. Namazi është rregullatori, rregulluesi. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka porositur dhe thot: "Wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha." Ndiqe punën e keqe me një vepër të mirë që ta fshijë atë. Prandaj vëllezërit e mi, nëse ke gabuar, mos thuaj asnjëherë për mua mori fund gjithçka dhe ta lësh veten, jo, vazhdo, sepse istiqamia kërkon durim të vazhdueshëm në gjithë ato që folëm. Prandaj dhe në fund të këtyre këshillave Allahu subhanahu wa taala çfarë thot? Wasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Dhe bëj durim. Dhe di se Allahu nuk e humbet shpërblimin e bamirësve, muhsininëve. Edhe kjo është mbyllja pra e kësaj këshille për që i vazhdueshëm në istiqame, pra i përqendruar në rrugën e drejtë, durimi. Durim në urdhët e Allahut subhanahu wa taala, lënë ndalesave, mbajtjen e kufive, durim në faljen e namazit, durim në kërkimin e dijes, durim në përballjen me ata që të largojnë nga feja e Allahut, me zullumqtarët dhe në përballjen me ata, durim. Çfarë të ndihmon në këtë durim? Allahu subhanahu wa taala nuk e humbet shpërblimin e muhsininëve. Kujtoje gjithmonë që do të shpërblej Allahu subhanahu wa taala për çdo hap që ke hedhur me durim në këtë rrugë. Ne nuk presim gjë tjetër vëllezërit e mi, vetë se të kalojmë dhe të shkojmë tek Allahu subhanahu wa taala. Mund të ndodhë sot, mund të ndodhë pas 10 vitesh apo sa e ka caktuar Zoti, por ajo do ndodhë se s'bën. Besimtari gjithmonë e mban pranë këtë kujtim, që unë kam për të larguar nga kjo dynja. Dhe pret me kujdes dhe me durim pikërisht momentin e fundit, kur largohet nga kjo dynja, ti vi përgëzimi nga Allahu subhanahu wa taala. Pra gjithmonë t'ja kujtojmë vetes këtë gjë, vëllezërit e mi, të bëjmë durim në zbatimin e fesë sonë, së Allahu subhanahu wa taala, dhe të bëjmë durim në çdo porosi që na jep Zoti xheleshanu. Elus Allahun azza wa jall na bëj për durimtarve vazhdueshme në rrugën e tij. Elus Allahun subhanahu wa taala ta forcojë istiqamen tonë, të na jap dituritë mjaftueshme dhe të na jap vullnet dhe forcë të punojmë dhe jetojmë pasaj, na jap durim dhe ta përmirësojë namazin dhe adhurimet tona. Së fundmi çoni salavat e profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.